Zoti Kapri. Zoti kryetar, tani besoj se sot u vut në dieni për çfarë ndodhi jashtë parlamentit dhe më lejoj t'u them që çfarë po bëni këtu është kriminale. Është kriminale, zoti kryetar, nuk e di a më dëgjon apo jo. Kemi përpara vendimin e sekretariatit për përjashtimin 30 ditor të Agron Shehajt në datën 22 qershor. Data është 23 sot dhe e ndaluat pas i vendim tjetër kryetarin e një partie që ka marrë 50.000 vota dhe nuk e doni në këtë sallë. Tani, a mund ta thoni se çfarë është kjo? Ky është parlamentarizëm? Të mos lejosh deputetin të bëjë detyrën e vet? Kështu do e shtyni gjithkohës? Më thua një shkresë që e ke lajmëruar, që nuk është sot. Si ka mundësi ta bëni këtë gjë? Madje, Tauland Balla e tha në stancën e kaluar që e pres Shehajin të vijë sot se mbaron dënimi dhe shpik një lloj marifetesh. Pranojeni të paktën që këtë parlament e sjell vërdall Tauland Balla dhe prokurori Manja. Ta dim të paktën të merremi me ta dhe jo me ju. Se nuk është normale kjo gjë. Nuk është fare normale. Dhe fusni punojësit e gardhës që ta marrin zvarr. Nuk është parlamentarizëm ky, zoti kryetar. Nuk është as pak parlamentarizëm. Dhe çfarë po ndodh në këto kushte rrethimi të këtij parlamenti është po ashtu e rëndë. A e pyesni veten ju se çfarë po ndodh apo jo? A e pyesni vetëm se kanë dalë njerëzit në protestë? Sepse u ka dalë boja. Jeni të diskredituar. Që pasi vodhët popullin më të varfër në Evropë dhe pasi u kapën hajdutët nga Veliaj, nga Ahmeta, nga Balluku, donë edhe në mbrojtje të tyre, tani keni gjetur dhe një teori tjetër. Doni që t'i bëni të gjithë pis dhe u thoni njerëzve që të gjithë janë të korruptuar. Jo, u ka dalë boja. Dhe këtë parlament të paktën ruajani fytyrën, nuk mund ta marrë peng parlamentin Tauland Balla. Dhe zoti kryetar, jo vetëm që do mbani përgjegjësi, por sulmi ndaj një deputeti, një kryetari partie, që ka marrë 50.000 vota dhe mungon në seancën plenare për të shprehur vullnetin e tyre, është një shkelje e rëndë e Kushtetutës dhe ju këtë e dini shumë mirë. E dini shumë mirë të gjë. Prandaj, do ishte në dinjitetin tuaj të jepni urdhër gardës dhe kryetari i Partisë Mundësia Shehaj të vinë në seancë. Ju e dini shumë mirë që përjashtimi 30 ditor, që ishte i padrejtë, ka përfunduar. Keni shpikur ekstra procedurë për ta mbajtur jashtë parlamentit. Dhe kjo nuk është normale dhe do mbani përgjegjësi penale për këtë gjë. Faleminderit. Zoti Shehaj, ju lutem, dhe zoti Kapri, ju lutem mos keq informoni edhe seancën edhe opinionin publik lidhur me çështjen e dënimit të zotit Shehaj, sepse është shumë e qartë në rregullore, mjafton të lexoni nenin 65.3 dhe e merrni përgjigjen. Mos flisni pa lexuar rregullore. Nuk ka asnjë lloj shkelje të drejtë, madje shkresërisht nga shërbimet juridike të kuvendit është bërë edhe, po sa keni marrë do ta merrni, s'ka rëndësi, është nisur, është në protokoll. Me protokoll është nisur shkresa ku sqarohet se si kalkulohen ditët në bazë të rregullores. Ju lutem mos spekuloni sepse pastaj prodhohet dhe debat artificial kot. Kemi dhe një replik nga zoti Klevis Balliu lidhur me fjalën e zotit Çavushi. Jo, i mbyllëm për procedurë nuk kam. Vetëm replik, zoti Manja, ju keni kërkuar replik se procedura është mbyllur. Replik mas. Urdhroni. Replik zoti Balliu, replik zoti Manja dhe fillojmë diskutim të rendit ditës. Zoti kryetar, e para nuk mund bëhet rregullorja parlamentit si doni ju. Deputetët janë regjistruar për procedurë, kemi drejtën për replikën, unë kam 2 replika, se s'ma dha desh parë kur ishte Llambadari. Tani nuk ma dhat atëre, tani ma dhat për replikën e dytë. Unë kam 2 replika. Dhe replikat e mia lidhen me këtë protestë të qytetarëve, të cilët po dhunohen barbarisht dhe ju bëni sikur nuk po shikoni. Urdhroni o zotëri se nuk janë fjalë që po gënjejmë ne. I keni bërë gjak. Ja ku e keni këtu. I keni bërë gjak. Dhe punojësit e policisë që i çoni ju atje mish për top, që të mbrohen parat, që vjedhin këta i dut këtu, nuk është normale. Edhe ata të tëriqen, sepse i çoni ju mish për top, që të vjedhin këta këtu për plasën ata atje.
Pse policët volën 4.2 milion euro këtu për Kenya West? Ndërkohë që Altini nuk gjetet dot në spital një tub për çunin e vet që nuk ushqej dot. Kurse 4.2 milion euro i morët nga emergjencat. Zjarret nuk i fikni dot, se s'kemi helikopter, s'kemi këtë, s'kemi atë. 4.2 milion euro Kenya West. Dhe për këtë dalin ata. Dalin se s'ka ilaç në spitale, dalin se nuk gjen dot i vend pune, dalin sepse keni shpikur brezin pa shtëpi, se pastroni paratë e drogës në ndërtim. Dhe nuk kanë 3 shtëpi sot ku të fusin kokën, se ka shku metri katror 5.000 euro. Dhe prandaj dalin protest. Dhe në vend t'i dëgjoni, qa bëni i gjakosni. Vend t'i dëgjoni, i gjakosni, i burgosni, i idhni gazin. Dhe këtë keni bërë me demokrat, me socialist dhe kushdo që ju ka dalë kundër. Një ish ministre ju doli kundër, gjëja parë që bët i qutë tatimet. Çdo njëri që ju del kundër, i dhunoni. Për këtë kanë dalë atje. Thoni më falë, dëgjojni, shpërndani parlamentin, të shkojnë zgjedhje të shohim sa ju vlen lëkura. Faleminderit. Zoti Manja. Kryetar, unë fakt nuk e kisha, me qënë se Zoti Kapri e përmendi emrin, edhe ka u diskutua sot shumë nëse duhet ishte deputeti Agronshe këtu në seans apo s'duhet ishte. Ju e sqaruat në fakt, por për qartësi duke qenë se drejtoj sekretariatin për procedurat dhe etikën. Edhe Zoti She, edhe Zoti Kapri, duhet ta dinë se me vendimin numër 4, me vendimin numër 83 vitit 2026, ky kuvend ka votuar me konsensus të dy palëve ndryshimin e rregullorës kuvendit dhe është parashikuar në nenin 653.4. E thot shumë qartë, me ankimimin e vendimit sekretariatit në byron e kuvendit, pezullohen efektet e vendimit të sekretariatit. Tani, në datën 25 ishte lëndë mblidhësht e byroja e kuvendit, nuk u mlodh për ato arsye që dihen byroja e kuvendit, dhe data 25 konsiderohet si data kur vendimi i sekretariatit ka marrë formë të prerë, 25 qershori. Tani, Zoti Kapri, unë do t'ju lutesha të lexoni edhe nenin 654.1, edhe nenin 654.9. Tani unë nuk interpretoj rregullorën, sepse vetë nenin 116 i rregullorës pikën 3 ka përcaktuar Këshillin për rregullorën si organin që interpreton rregullorën e kuvendit. Aq më tepër që Zoti Shej është drejtuar dhe gjykatës administrative lidhur me pezullimin. Tani nuk mund t'i kërkohet ti kuvendi sot këtu në seancë të bëjë interpretimin e rregullorës. Nëse keni pretendime për rregullorën, kërkoni mbledhjen e Këshillit për rregullorën, ta mbledhim ta interpretojmë rregullorën, ose prisni vendimin e gjykatës administrative që jeni drejtuar. Është shumë e thjeshtë. Është aplikimi për herë të parë i ndryshimeve të reja të rregullorës. Ky vendim është vendimi i parë që aplikohet kjo rregulloria e re që kemi bërë. Dakor? Pastaj këto tjerat për prokuror politike, këto pralla tjera, shko tregoja Gonës, po Gonja shket bëj transparencën e asaj vilës me 12.1 milion euro fitim. Faleminderit. Faleminderit. Vijojmë me rendin e ditës. Zoti Mazniku, fjala për ju, më pas Zoti Luciano Boçi, 10 minuta për raportin tuaj dhe 10 minuta për Zotin Luciano Boçi. Vijojmë me rendin e ditës. Askush nuk ka folur procedurë për fat keq. 2 orë e gjysmë kemi lënë në dispozicion, por askush nuk ka folur procedurë. Pra i kemi rënë në qafë rregullores 2 orë e gjysmë. Ju lutem lironi foltoren. Ju lutem lironi foltoren. Të lutem. Ju lutem. Të drejtën e procedurës, pas kush nuk foli procedurë. 2 orë e gjysmë, asnjë fjalë procedurë. Po, nga 2 krahat, shumë pak deputet. Lutem, lironi foltoren, ju lutem. Lironi foltoren. Në rregullore dhe thuhet edhe çfarë do të thotë procedurë. Jo, nuk është ajo arsye, nuk është vetëm ajo. Është edhe fakti që nuk pati asnjë fjalë procedurë. 2 orë e gjysmë.
Ju lutem. Të vijojmë në e ditës dhe keni mundësi ta merrni përsëri fjalën procedurë gjatë ditës. Ju lutem. Nuk është çështja vetëm zoti Mziu, janë 15 regjistrime të tjera për të votuar. Mund të jenë edhe 700, nëse ka 700 propozime procedurë, patjetër do rim këtu gjithë ditën dhe gjithë natën. Çështja është që s'ka patur asnjë gjë për procedurë, asnjë fjalë për procedurë. Vijojmë në e ditës, çështjet e procedurës mund t'i trajtojmë gjatë ditës. Ju lutem se nuk mund të bëjmë debat këtu. Çështjen e procedurës, fjala për procedurë mund të merret edhe gjatë ditës, edhe gjatë rendit ditës. Të përfundoj raportimet dhe kërkojeni përsëri procedurë nëse keni propozime. Ju lutem. Pesë minuta pushim derisa të lirohet